Tinguj në violin, titulloi koncerti instrumental I rrethit të violinistëve të vegjël në Qendrën Kulturore të Fëmijëve Fato Berberi në Gjirokastër. Përgjatë programit artistik, violinistët e vegjël interpretuan pjesë të kompozitorëve shqiptar dhe të huaj, motive nga muzika e filmave e të tjerë. Aktiviteti gjallëroi organizimet artistike për fëmijët në qytetin e Gurt, si dhe promovoi talentet e reja në fushën e muzikës. Diçka e mrekullueshme, të gjitha pjesët ishim mbledhur në një, pjesë solo të fëmijë, pjesë tona në grup, ishte një kolazh I gjitha pjesëve të shqiptare, të huaja, nga pjesë më të bukurat, të gjitha që mua më pëlqejnë shumë, sidomos mbyllja që ishte pak surprizë që e kishim lënë pa e thënë në program, që e tarantela, që nuk ishte parashikuar në program, por që ne dinim që do ta bënim si surprizë në fund. Qenë pjesë perfekte mbyllëse dhe le të them se ky koncert do lë me sukses. Ne zhvilluam një aktivitet të bukur dhe tërheqës, presoj të ketë pëlqyer. Ne bëm disa pjesë të cilat janë Kalinka, Tumankuqes, Edukative Vogëlie, kolazhi, me pjesët shqiptare që janë për fëmijë Mimoza, Rastica, Breni e Zënveta, Ulanti, Kërkon një motër. Zhvilluam së bashku me fëmijët më të vegjël dhe më të rinj, zhvilluam një koncert të shkurtër por fantastik. Koncerti sotëm ishte në një farë mënyrë një rezultat I punës që ne kemi bërë në rrethin e violinës, pranë Qendrës Kulturore të Fëmijëve. Fëmijët shpresoj që u shpërfaqen shumë mirë me pjesët e tyre dhe në një farë mënyrë dolën ashtu siç unë mendoja, me ndonjë emocion të vogël nga ana e tyre, sepse normal emocionet janë të pranishme të gjithë. Shpresoj që të jenë kënaqur dhe të pranishmit për e tyre dhe shpresoj që të vazhdojmë me aktivitete të tjera në vazhdim. Prej fillimit të vitit, Qendra Kulturore Fato Berberi ka organizuar një sër aktivitetesh kulturore, artistike e të tjerë, me pjesëmarrjen e fëmijëve dhe nxënësve të shkollave.